Afera e mishit me salmonel, një helmim i programuar për popullin? Nëse mendoni se skandalet e ushqimit të kontaminuar në Shqipëri janë thjesht gabime të paqëllimshme, atëherë me siguri keni ende iluzione se institucionet punojnë për mbrojtjen tuaj. Por çfarë ndodhi me mishin e pulës me salmonel që u përhap në treg gjatë muajit të Ramazanit? Një rastësi e çuditshme, apo një skenar i programuar që u mbyll shpejt me deklaratën se tani nuk ka më asnjë kilogram të rrezikshëm në treg? Helmimi i programuar apo papërgjegjësi shtetërore? Në një vend normal, sapo të zbuloheshin tonelata me mish të infektuar, institucionet do të ishin ngritur në këmbë për të zbuluar përgjegjësitë dhe për të siguruar se asnjë qytetar nuk do të prekej. Po në Shqipëri, fillimisht heshtje, pastaj një zhurmë e kontrolluar për disa ditë dhe më pas një qetësi e frikshme, si të ishte një çështje e mbyllur. Sipas raporteve, 27 ton fileto pule me sasi të larta salmonele hynë në Shqipëri më 11 mars 2025. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, AKU, mori mostrat për analizë, por në vend që të përfundonte testet brenda 72 orësh, u deshën 10 ditë. Në këtë kohë, produkti u shpërnda në treg, u shit dhe u konsumua nga qytetarët. Pyetjet që lindin janë: pse u vonua analiza? A ishte kjo një vonesë e qëllimshme për të lejuar shitjen e mishit? Pse AKU nuk njoftoi publikun menjëherë? Në vend të kësaj u kënaqën me një njoftim në prokurori, ndërsa tonelata mish u konsumuan. Ku shkoi ky mish? Sipas AKU, 2,6 ton mish me salmonel u konsumua, por nuk dihet saktësisht nga kush dhe në cilat restorante apo supermarkete. Një koincidencë e frikshme, Ramazani dhe skandali i mishit. Mishi i kontaminuar me salmonel doli në treg pikërisht në një periudhë kur konsumi i mishit rritet ndjeshëm për shkak të iftareve dhe përgatitjeve për festën. Për shumë njerëz që agjeruan, ushqimi i parë pas një dite të tërë pa ngrënë ishte një pjatë me mish që ndoshta mbante brenda tij një dozë helmimi të programuar. A është kjo një rastësi? Muaji i Ramazanit është periudha më e përshtatshme për të futur në treg produkte të dyshimta, pasi kërkesa për mish është e lartë dhe kontrollet janë më të dobëta. Infeksioni i salmonelës shkakton simptoma brenda 8-72 orësh, djarë të rëndë, ethe, dehidrim, gjë që e bën të vështirë identifikimin e burimit të helmimit menjëherë. Institucionet, mafia dhe heshtja e zakonshme. Në çdo vend të civilizuar, ky do të ishte një skandal që do të çonte në arrestime, hetime dhe shkarkime të menjëhershme nga detyra. Por në Shqipëri, ku korrupsioni është vetë shteti, mjafton një deklaratë boshe për të qetësuar situatën dhe për të kthyer vëmendjen diku tjetër. Fakte që tregojnë një sistem të korruptuar. Inspektorët e AKU lejuan futjen e mishit të kontaminuar në treg, ndërsa 2 administratorë të kompanisë importuese, Arben Goxha dhe Mondi Goxha, procedohen penalisht. Analizat e vonuara, 10 ditë në vend të 3, tregojnë një mosfunksionim të qëllimshëm. Kompania importuese përdori fatura fiktive për të penguar gjurmimin e produktit. Ku janë përgjegjësitë? AKU dhe ISUV, Instituti i Sigurisë Ushqimore, kanë dështuar spektakularisht. Prokuroria nuk ka ndërmarrë akcione kundrejt drejtorëve të AKU, ndërsa skandali vazhdon të fshihet. Populli i heshtur është populli i vdekur. A jemi ende gjallë? Tani thonë se nuk ka më mish të kontaminuar në treg. Po ku shkoi ai mish? Kush e konsumoi? Dhe mbi të gjitha, kush do të mbajë përgjegjësi për këtë krim? 2,6 ton mish me salmonel u konsumua, por askush nuk di se kush u sëmur. Nuk ka transparencë, asnjë listë e restoranteve apo dyqaneve ku ushit ky mish. Nuk ka llogari të dhënë, askush nuk është shkarkuar, asnjë ministër nuk ka marrë përgjegjësi. Deri kur do të pranojmë që jeta jon varet nga oreksi i disa banditëve me kostume? Nëse heshtim sot, nesër do të na servojnë përsëri helm në pjatë. Është koha që drejtësia të veprojë, por a do të ndodhë kur?